Këtë të hënë deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk po janë qetë në tentimin e 29 për konstituimin e legjislaturës së re. Aty para hyrjes po i priste avokati Arjanit Koci, me të cilët debatet verbale për këtë ngërç politik nuk i kishin të lehta. Mëse të pengot, lutem, shkaj ki punë tua, apo të pengojnë e ty në punë tua? Jo, pengom njërë. Jo, më këse me të pengu, s'ka me të falë me ngutën. E krymë. E kësha propozuar Janitin, si votu si Albinit, edhe për kras publik, edhe i kësha thonë që shumicën e ka edhe sa më shpejt. Një zgjidhje. Me gjithë kundërshtimet jashtë, brenda dijej se çka do ndodhte. 53 deputet kanë votuar për, kundër nuk kemi asnjë vot, nuk ka as abstenim, atëherë ndërpritet seanca. E në foltorën e Hollë të Kuvendit të Kosovës, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës tha se Kurti duhet të tërhiqet nga propozimi, që nuk e ka shumicën. Dhe nuk ka asnjë arsyetim më tej që për shkak kryenësisë politike të zotit Kurti e të vetëvendosjes, në insistimin e tyre për ta bërë kryetaret Kuvendit Albolena Haxhiun pa i pas votat, për herë të parë në historinë e re të Kosovës pa shumicë parlamentare. E nga LDK insistojnë në qeverinë e unitetit. Gjatë kësaj jave do të publikojmë dhe një 15 pikësh të kësaj ose të agjendës të kësaj qeverie të unitetit. Me fjalë të tjera, këto 15 pikë do të ishin dhe 15 tema të kyçe me cilat do të merret kjo qeveri e unitetit. Por përgjigje për LDK-n pati Donika Gërvalla. LDK-ja, kudo që sillet, don me pas aty afër praninë e PDK-s, Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe këtë unë jam e bindur që ka shumë të vështirë t'ja shpjegoj votuesit të saj tradicional. Ndërkaq Time Kadria nga AAK tha që lëvizja vetëvendosje ka obligim të sigurojë 61 votat, e jo opozita. Ndërkaq jashtë, të njëjtit prap po i priste avokati Arjanit Koci. I njëjti provoi t'i flasë edhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti, por që ky i fundit nuk u ndal.